Dashi. Në fund të ditës, meditohet me kujdes mbi jetën tuaj, e cila duket se do të bëhet paqmend më e mirë. Për çiftet romantike, pritet të kaloni çaste shumë të bukura dhe plot me pasion të thellë. Ndjenja juaj do jetë jashtëzakonisht e këndshme në çdo çast, fal fatit që keni një shoqërues pranë. Ju të vetmit do vazhdoni gjithmonë kërkimin për gjysmësën tuaj ideale, megjithse nuk do të arrini ashtu siç pritet ta gjeni. Lëreni pak durim, pasi dita juaj do të vijë sigurisht. Në punë, perspektivat shfaqen si shumë të mira, kështu që edhe pa përpjekje të mëdha, arrini ato lehtësisht. Në fushën financiare, dita do të jetë vështirë, pasi lidhet në fatura të papritura, që me shumë përpjekje duhet të paguani menjëherë. Demi. Merkuri dhe Venusi do mbështesin çdo aspekt sot dhe përmes komunikimit do kuptoni thellësisht disa rëndësishme çështje. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia ndërmjet jush dhe partnerit do jetë vërtet e jashtëzakonshme. Nuk do të përjetoni asnjë problem të vogël me atë që keni aktualisht pranë. Nëse jeni beqar, nuk do të mund të angazhoheni vetëm pas një individi, gjë që do e bëjë vështirë nisjen e një lidhje të qëndrueshme. Në punë, çdo përpjekje e bërë do të shpërblehet dhe do ndiheni vërtet plotësisht të kënaqur. Në të vërtetë, as nuk e kishit imagjinuar se do të arrini aq shpejt. Në financa, do përpiqeni të bëni pamundurën për të stabilizuar situatën. Gjendja pritet të jetë dukshëm më e qëndrueshme. Binjakët. Në këtë ditë do ndiheni jashtëzakonisht të gëzuar dhe do luani disa lojëra me të afërmin. Kujdes, mos te kaloni, pasi disa mund ndihen të ofenduar. Për çiftet, priten vetëm çaste të këndshme dhe harmonike. Të dyja palët do mendoni se si të përmirësoni çdo çast në mënyrë sa të bukur dhe të mbani. Ju, beqarët, nuk do të jeni të përgatitur për ndryshime të statusit tuaj dhe do pranuani njëjeni me ata që do t'ju ftojnë. Më vonë nuk ka asgjë që duhet të ndodhë. Në punë, përmes diplomacisë, durimit dhe këmbënguljes, do të arrini atje ku keni gjithmonë dëshiruar shpejt. Në financa, do ju duhet thjesht të jeni më të zgjuar dhe gjendja do të mbetet e mirë. Gaforia. Dita e sotme nuk do të shfaqet mirë për ju dhe nuk do të qëndroni pa reaguar. Në disa raste do të ngrini zërin pak se çfarë është e nevojshme. Për çiftet, gjërat nuk do të ecin në mënyrë mirë. Her pas here, mund të keni diskutime dhe mosmarrëveshje me partnerin tuaj, por asgjë për të shqetësuar. Ju beqarët, në fund do të realizoni takimet tuaja më të veçanta dhe jeta do t'ju transformohet menjëherë. Në punë, nuk do keni kohë për të përmbushur të gjitha objektivat dhe do të ndiheni keq. Mos kryeni sakrifica, por prisni një moment tjetër për të vepruar. Në financa, dielli do të ndikojë dhe do t'ju sqarojë mendimin. Nuk do të bëni gabime. Luani. Ka rrezik që hënat ju bëj impulsiv gjatë kësaj dite dhe nuk do të reflektoni para se të veproni. Do me thoni gjëra për cilat do pendoneni. Për çiftet do ketë momente delikate dhe të ndjeshme. Do të keni ide të ndryshme me partnerin dhe marrëdhënia me të nuk do të jetë e mirë. Ju beqarët do organizoni disa takime, por nuk do të ndjeni të gatshëm për të hidhur hapa. Në punë, Marsi do t'ju bëjë më guximtar dhe do të tentoni të kryeni çdo veprim që keni në dorë. Do t'ju çojë drejt majës së synimeve dhe përqendrimi do t'ju ndihmojë të arrini gjithçka. Në financa, tregoni sa më të organizuar, pasi nëse problemet fillojnë, do të mund të rivendosni shpejt qëndrueshmërinë. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do të keni vështirësi të mëdha në shprehje, gjë që do të sjellë probleme. Nëse jeni në një lidhje, nuk do të ndiheni as pak mirë me partnerin dhe mosmarrëveshjet do të jenë të vazhdueshme. Sidoqoftë, është më mirë të mos merrni vendime të nxituara në çdo rast. Ju, beqarët, do jeni më të duruar dhe kjo do t'ju çojë drejt rrugës së duhur. Në punë do të zbatoni strategji shumë strikte, por me durimin e duhur do të arrini atë që dëshironi. Merrni çdo gjë me qetësi dhe mos u nxitoni. Buxheti nuk do të jetë i keq, por është shumë mirë që çdo shpenzim të bëhet mirë. Peshorja. Do jeni mjaft të matur gjatë kësaj dite dhe nuk do ndërmerrni asnjë hap pa menduar me kujdes ndjeshën. Me siguri, ju do të shihni se sa mirë do rrjedhin gjërat. Për çiftet do të ketë çaste të këndshme dhe dita në përgjithësi do të jetë shumë e ekuilibruar. Do të jeni shumë logjik në çdo kërkesë që i bëni partnerit dhe marrëdhënia do të përmirësohet ndjeshëm edhe më tej. Ju beqarët nuk do të arrini të filloni një lidhje, edhe pse do përpiqeni gjithkohën vërtet. Në punë, situata do të përmirësohet dhe do t'ju shfaqen gjërat më qartë se më parë. Falë mbështetjes së miqve, çdo gjë do të jetë më e lehtë. Buxheti do të jetë shumë më i kënaqshëm se më parë. Akrepi. Nëse dëshironi që gjërat t'ju shkojnë sa më mirë,
Gjatë kësaj dite duhet të jepni po aq sa realisht merrni. Përpiquni të gjeni ekuilibrin sa më shpejt. Nëse keni një lidhje, mos qëndroni asnjë moment indiferent ndaj partnerit tuaj, sepse dikush tjetër realisht do përfitojë nga kjo situatë. Përpiquni nga ana tjetër të shprehni ndjenjat sa më shumë dhe të organizoni surprazat. Ju beqarët nuk do të keni vështirësi të gjeni princin tuaj realisht të kaltër. Në punë do të formoni një ekip të fortë me kolegët dhe do të koordinoheni për gjithçka. Motivimi nuk do t'ju mungojë asnjë moment. Në financa, organizohuni në mënyrë që të mos hasni realisht problemet. Duhet menduar edhe pak për të ardhmen. Shigjetari, edhe pse pa dashur, sot do t'ju mungojnë një takti dhe maturia. Do të jeni shumë nxituar dhe do të thoni fjalë të rënda që do t'i largojnë edhe ata që deri më sot kanë qëndruar pranë jush. Për çiftet romantike, pritet një ditë vërtet e begatë. Mund të keni edhe debate të forta me partnerin për shkak të arrogancës që do t'tregoni. Ju beqarët nuk duhet të krijoni iluzione të gabuara, pasi ato realisht mund t'ju dëmtojnë. Në punë nuk do të jeni të motivuar dhe do hezitoni para hapave. Për asgjë nuk duhet të nxitoheni, sepse kanë për t'ju sjellë probleme. Në financa, gjendja do të jetë goxha e kënaqshme. Mund të ndihmoni edhe pak familjarët. Britsjapi. Gjatë kësaj dite, Hëna dhe Marsi do të jenë pranë jush dhe do t'ju bëjnë gjë më të lehtë. Tashmë do kuptoni fuqinë e fjalëve dhe do të dini si të veproni. Ju të dashuruarit nuk do të keni përse të qaheni, pasi partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës gjatë çdo momenti. Në mbrëmje mund të merrni edhe një propozim interesant. Ju beqarët do të jeni më të disponueshëm ndaj ftesave që ju bëhen dhe mund të filloni menjëherë një lidhje. Në punë do jeni bindës dhe do të keni argumente konkrete për gjithçka. Çdo gjë do t'ju ecë si duhet. Të ardhurat do përmirësohen në mënyrë të ndjeshme. Shfrytëzojeni këtë rast për të bërë investime. Ujori. Sot do jetë dita e pajtimeve dhe gjërave pozitive. Do të jeni të duruar dhe më të gatshëm për të bërë kompromise. Nëse jeni në një lidhje, komunikimi në çift do të jetë i ngrohtë gjithmonë. Do ta keni më të lehtë edhe për të diskutuar disa tema delikate, për të cilat më parë nuk keni pasur realisht mundësi. Ju beqarët do të jeni të lirë të bëni atë që mendoni më të logjikshme. Mundësitë për takime dhe lidhje do të shfaqen gjerë. Në punë duhet të lidhni kontakte të duhura për të arritur atje që keni realisht imagjinuar. Duke marrë gjërat me përtesë, do të keni vetëm vonesa. Në financa, gjendja do të përmirësohet në mënyrë të menjëhershme. Peshqit. Venusi dhe Mërkuri do favorizojnë negociatat dhe lidhjen e kontratave sot. Pritet që të fillojë një etapë vërtet e begatë. Nëse jeni në një lidhje, edhe nëse persona jashtëm përpiqen t'u aprishin harmoninë, nuk do realisht të arrijnë të aprishin mban. Lidhja juaj do të thellohet më shumë dhe do filloni të bëni plane afatgjata për të ardhmen. Nëse jeni beqar, do t'ju pëlqejë situata në të cilën ndodheni. Në punë do jeni të vëmendshëm dhe profesionist të sinqert. Do t'ja arrini të gjitha qëllimet që keni vendosur për veten prej kohësh. Në financa do të gjeni zgjidhje të duhura për ta stabilizuar situatën.